Më quajnë i shëmtuar kritikat për pamjen, Beni Blanco habit me reagimin e tij. Producenti i njohur Beni Blanco ka vendosur të flasë pa filtra për kritikat që merr në rjet, sidomos pas lidhjes së tij me Selena Gomez në podcastin e tij. Ai ndau eksperiencën personale dhe mënyrën si përballet me komentet negative gjatë bisedës me aktorin Barry Keoghan. Të dy diskutuan hapur për urrëtitjen që kanë marrë për pamjen e tyre, ndërsa kanë qenë në lidhje me figura shumë të njohura. Keoghan pranoi se shpesh është përballur me komente të ashpra vetëm për mënyrën si duket. Blanco tregoi se edhe ai shpesh etiketohet si i shëmtuar në internet, duke përmendur një postim viral ku ai përfshihej në një listë me burra të famshëm që krahasoheshin në mënyrë tallëse, megjithse ai theksoi se këto komente nuk e prekin fare. Unë nuk jam tipi që reagon nëse i shoh. Është sepse miqtë e mi ndajnë me mua, ata e dinë që kam lëkurë të trash, është shprehur ai. Interesant është fakti se sipas Blancos, partnerja e tij, Selena Gomez, reagon më emocionalisht ndaj këtyre kritikave. Ai tregoi se këngëtarja shpesh habitet nga mënyra se si ai arrin të injoroj komentet dhe ndonjëherë ndjen dëshirë të përgjigjet vet. Producenti i autribon këtë qetësi përvojës së tij të gjatë në industrinë e muzikës, ku bën vite me radhë, ku ka punuar prapa skenave përpara se të bëj famshëm për publikun e gjerë. U bëra i njohur shumë herët në një fushë të caktuar, por fama e madhe erdhi vetëm në vitin 2020 dhe kur ndodhi mendova, nuk më pëlqen kjo, përfundoi ai. Me këtë rrëfim, Beni Blanco tregoi një tjetër anë të famës ku kritikat janë të pashmangshme, por mënyra se si përballojnë bëjnë diferencën.